Unë mendoj që kjo loja me takime nuk është dialogu Kosovë-Serbia, apo farë mbledhje multilaterale në nivelit evropian. Këta njerëz njihen mes veti gatë, ja dinë qëndrimet njëri tjetrit gjatë, mundën një takim disa orësh me i zgjidhë gjitha, mundën me arrit marrëveshje. Nëse nese nuk arrit marrëveshje. Nëse kanë vullnet. Nëse nese nuk arrit marrëveshje. Ose duhet qartë me dalë, nëse s'ka kur gjo, duhet nesër me dalë me thonë qartë, na nuk pëndëgjojnë vullnet, s'marim o pjesë. Qaq, shumë tjeshtë, mos më përfshi. Ti përmeni Zokera, qka nëse në ndodhë sikur herën e kalume, shkojnë takon, dojnë me deklarata, kënjena sekserët vendosë, sekserët i kretë partive, vazhdojnë natën, diskutimet, kënjena para poplit talen me popull, jo ma dha emnin, jo s'ma dha emnin, jo ma dha këto, jo s'ma dha këto, jo ta dha këto, dalin ministra, deputet, qka nëse në ndodhë prapinita zoj lirë? Ne kena ma një përzidin këto zjedhe, kena pas pjesëmarrje me 33%. Unë nuk i këshyri, është pjesëmarrja 700 diçka mi vetë në Kosovë, që është pjesëmarrja cila ka qenë e tillë deri në zgjedhjet e vitit 2017. Unë më rëqja që refuzimi me dalë në zgjedhje është sinjal. Unë më rëqja që është e pamjaftueshme. Unë më rëqja që është e pamjaftueshme. Nëse fillojmë që saj loje prap, nëse fillojmë që kjo lojë prap që kemi pa që të film, e që edhe çdo njeri në Kosovë pedin që është lojë e partive politike për interesat e tyne, cilat nuk po janë interesat Kosovës, nuk po janë interesat qytetarëve të Kosovës, atër duhet me pas në organizimi cili thret njerëz në rrugë, me dalë të kuvendi Kosovës, me tonë me rëni vesh, veç me protest paqësore. Unë më një që ajo është rrugdalja, pa ato duhet dikush me e bo. A duhet një parti politike, apo kush do, unë më një që partit politike kanë obligim me thirë njerëz në protesta. Nëse sop kanë obligim për deri se këta nuk kanë qartësi, edhe nuk kanë korrektësi ndaj situatë. Ose nëse dojnë me luj, atëherë qyre, herën e kalume kemi folë që në janar, më pru prapë, Kosova i ka 2 zgjidhje. Kjo shtëpia jonë, që të shtëpi, kjo më varet për i nesh, çfarë është? A është u thy, të urzu, apo do të matë në temelit veta? Nuk më varet për kur kuj tjetër. Për mu është, unë e gjykoj braktisjen, që e 40.000 njerëzve në vjetë. Prej Kosovës. Nuk është marrë, asë njerë si sinjal për kësa elite politike. Sepse është hekje dorë prej shpistone shumë letë. Pa u përpjek deri në fund. Kim nalë si pjesë e veçanë përpjekja dhe kjo, po du mi kry shablonin politik balkanik, deklaratat të këthejmi të kjo s'ka napret. LDK-ja në to moment është e majtë një mbledhje. Nuk e dim saksisht është mbledhja për to, është mbledhja për ato. Po tentojmë e lezu me sëreshtave. Një dhe gjysmake për ndryshe, nëse dëmë bashkë me folë. Po, një pjesë e njerëzve nuk kanë shku, por shkojna me deklaratën se Zoti Aziri dujlë pak ma herët. Ta s'ka hapësirë për zgjedhje, ne vjesht, po diskutojmë ftesën e Kurtit dhe parimet e bashkëpunimit. Okej, korekte është. Është sinjal që dhe LDK-ja duhet i përzigjet me ftesë... Po këta do të shkojnë, po dojnë me shku me ma shumë se sa veç me një po, dojnë me shku me pari, si po pri kësaj deklarate, unë e lexoj që përgjigjen e tyne qysh ata e shohin mundësin e krijimit institucioneve dhe rolin e tyne në këtë proces. Nëse sa po kuptojmë, nesër LDK-ja do t'i shkojmë ofertë, zotit Kurti. Që është bashkë qeverisje, Lumiri e ka thonë në këtë shtëpi media, donë presidenti me qenë antar i LDK-s edhe me pas antar të LDK-s në qeveri. Që kjo është, Lumiri e ka thonë para 2 javë, dhe më thonë s'ka dishka që shpi këtë rejta. Nëse i shojmë këtë situatë i lirë, sa e në gjasat, sa shpreson që kemi pas zgjedhja, po flasëm për ato që njojnë shumë afër zotin Kurtis, që është çështje ideologjike tina, krimi Republikës Tretë. Atin qysh unë e për mrapsht, nuk e kom të runin e formatizu me menu për mrapsht. Kështu që unë e halja me tonë, unë halja shokohna me kapacitetin e njerëzve për mrapsht, në politikë, me bo keqë. Unë e sëjëm që ajo natyrë, se kom pas që atë natyrë, kur edhe s'moj, menja s'ma kap, qysh mërë dikush me qeni fokusum, qatë shumë negativisht, menja keqe mo, s'moj. Kështu që, unë kisha dasht, që kisha pas qef, është me pa një kulturë të redë bashkëpunimit, ndarjes përgjithësive, zhvillimit qësaj Kosove. E kemi dhe lojmen e fundit. Pak sekundave, Abdiz Gjiku, ma bojnë me dje prej regjis, është përfundu mbledhja LDK-s, Abdiz Gjiku e ka pranu
ftesën e Zotit Kurti. Shpresojmë si gjatë kohës na me pasë dhe të treja. Super. Ilir, këtë që më intereson, the nuk më punon truni për kesh. Jo. Këto një vjetë e zysi kemi pasë, zishka që është bo prej elitës politike, ka qenë me gjetë hapsina, ku mujnë me bloku njëri tjetër dhe ku me bloku institucionet. Ku jemi sot? The nuk jetojnë vitet fillimit të 2000-ta, po jetojnë 2026. Asën mes jetë. Asën mes jetë. Ku jemi sot? Si e vlerëson sot situatën aktuale politike, nivelin e atyne që përfaqësojnë Ka politikë. Sot nuk ka politikë në Kosovë. Nëse nuk është kjo politikë, s'ka përfaqësojnë këto subjekte? Së është që ka përfaqësojnë, po ambienti publik nuk është me imbushun me politikë. Me çka është imbushur? Politika është qysh dikush çka cilat janë hapa, dikush ishe për zhvillim, apo për qeverisje, cila është politika në energjie, jashtë me gjana tjera, cila politika mbrëmshme, cila politika ka shi varësive etnike, cila është politika ka shi rajonit, çka është politika jonë për arsim. Na nuk kemi. Na kemi ra shumë, e kjo në menoj që ka të bëj me